Segmenti kryesor që lidh Stomgolemin me Gruden në njësinë administrative Rrethina po amortizohet çdo ditë më shumë. Në gjithë gjatësinë e këtij aksi ndeshesh me gropa dhe baltë. Banorët dhe drejtuesit e mjeteve thonë se lëvizja në këtë rrugë po bëhet çdo ditë më vështirë, ndaj bën apel për ndërhyrje për rekonstruksionin e këtij segmenti me gjatësi rreth 500 metër. Mekanizmi na rregulluar vetëm më mirë është. Ajo është e garantuar me si dëmtohet. Makina dëmtohet, makina, bicikleta. Po që zez, ka rrugë, që që po. Thuju makina të në rrugë gëmine her njau, që as merët kush me këtë puna që në bëhet. Problem me lëviz? Lëviz bëll, na qartë në mërë, shna lanas me punu, as me hangër puk, a mytën krejt. Me përmlell, me fjali, mjeri na që ku jetojnë. Këtë nuk bëhet fjala. As investohet për rrugë, ka 30 e sa vjetë nuk e na ujtë pishëm, që s'ka bëhet rëqivagi. Këtu nuk bëhet fjallë më bajdasën, këtu bëhet luft për pushtet, për lek, populli inexistent. Ndërsa një tjetër shqetësim në këtë aks është dhe shpejtësia e automjeteve te normave të lejuara, duke bërë shkak për aksidente të mundshme. Krahas rekonstruksionit, një nevojë domosdoshme sipas banorëve është edhe zgjerimi i rrugës.